Mirëmëngjesit e mirë se vini në emisionin e përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 28 nëntor dhe ne së bashku, si çdo datë tjetër, do të udhëtojmë pas në kohë, në përhistori, art dhe kulturë. Do të vjojmë me ngjarjet që ndryshuan historinë. Në një ditë si kjo në vitin 1443, Kruja u bë simbol i lirisë. Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin Kuqezi, duke i kthyer popullit shqiptar shpresën dhe krenarin. Shekuj më vonë, në 1912, një tjetër flamur u ngrit në Vlorë, duke shpallur pavarësinë e Shqipërisë nga Perandoria Osmane. Me këtë akt heroik të udhëhequr nga Ismail Qemali, kombi ynë hodhi themelet e shtetit modern. Por Shqipëria nuk ishte e vetme në aspiratat e saj për liri. Në vitin 1960, një vend i vogël në Afrikë, Mauritania, shpalli pavarësinë nga Franca, duke u bashkuar në valën globale të çlirimit kolonial. Në vitin 1943, shqiptarët vijuan luftën për liri. Në këtë ditë u formua shtabi i përgjithshëm i ushtrisë nacional çlirimtare, duke forcuar rezistencën kundër pushtuesve fashist. Dhe më 1920, bota nisi ta njihte Shqipërinë si shtet. Konferenca e ambasadorëve në Paris pranoi pjesërisht pavarësinë tonë, një hap i rëndësishëm drejt njohjes ndërkombëtare. Do të vjojmë tani të flasim për lindjet që sollën ide në art. Në këtë ditë, në 1820, lindi një prej mendjeve më të ndritura të historisë, Frederick Engels, filozofi që së bashku me Karl Marx vendosi themelet e teorisë marksiste. Në fushën e artit në vitin 1632 lindi Jean Baptiste Lully, kompozitor italian që revolucionarizoi operën franceze dhe ndikoi fuqishëm muzikën e oborrit mbretëror. Pasioni për fjalën dhe tregimin mori jetë më 1881, kur lindi shkrimtari austriak Stefan Zweig, autori i veprave që eksplorojnë psikologjinë dhe historinë e njerëzit. Në botën e muzikës dhe artit bashkohor në vitin 1943 erdhi në jetë kompozitori dhe këngëtari i dashur amerikan Randy Newman, ndërsa më 1962 bota e televizionit fitoi një yll, Jon Stewart, një prej satiristëve më të njohur amerikan. Në 1912 vdiq Shpend Dragobia, luftëtar shqiptar. Ades, festa dhe përvjetore, 1821, pavarësia e Panamas, 1912, pavarësia e Shqipërisë, 1960,
Pavarësia e Marotanisë, 1975. Pavarësia e Timorit Lindor. Por 28 nëntore shënoi edhe lajm të mira të dhimbshme. Në vitin 1680, bota humbi John Lorenzo Bernini, mjeshtrin italian të skulpturës dhe arkitekturës baroke. Vepra e tij vazhdon të magjeps edhe sot. Në vitin 1945 u nda nga jeta Dwight Philly Davis, themeluesi i turneut legjendar të tenisit Davis Cup. Letërsia për fëmijë humbi një nga penat më të dashura në vitin 1968, kur ndoroi jetë shkrimtarja britanike Enid Blyton, autorja e serisë së famshme Famous Five. Në vitin 1971, një atentat i dhunshëm mori jetën e kryeministrit jordanez Vasfi Al-Tal, një moment rënditës në historinë e lindjes së mesme. Dhe më 2010, kinemaja humbi aktorin legjendar Leslie Nielsen, i cili i dhuroi botës buzëqeshje të paharrueshme me komeditë e tij ikonike. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën Edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të brokolit. Brokoli përmban shumë vlera ushqyese, ruan dhe mirëmban shëndetin e lëkurës, promovon rigjenerimin dhe riparimin e lëkurës, lufton plakjen, mbron maksimalisht lëkurën nga djedhi, përmirëson sistemin imunitar. Brokoli është shumë i rëndësishëm për shëndetin e lëkurës tuaj, nisur nga përmbajtja e lartë e fibrave dietike, vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve. Brokoli është i pasur në antioksidues të tillë si vitamina C dhe E. Vitamina C stimulon prodhimin e kolagjenit, duke mbajtur lëkurën tuaj të shëndetshme, ndërsa vitamina A mbron membrana qelizore të lëkurës tuaj dhe parandalon dëmtimet nga rrezet ultraviolet. Brokoli përmban një substancë të quajtur glukorafanin, e cila ndikon direkt për një lëkurë të shëndetshme dhe për riparimin e dëmtimit të lëkurës. Kështu që konsumimi i brokolit rinovon lëkurën tuaj më shpejt dhe i jep pastaj shkëlqimin e këndshëm natyral. Vitamina C ka veti antioksiduese, e cila lufton radikalet e lira, duke penguar kështu shkaktimin e dëmit të lëkurës. Brokoli përmban dhe beta karoten, vitamin E, vitamin C, A dhe K, acide yndyrore omega 3 dhe aminoacide, minerale të tilla si selen, bakër, zink dhe fosfor, të cilët janë të pranishëm tek perimet jeshile. Nxit rritjen e flokëve, jep shkëlqim flokut, lufton humbjen e flokut, forcon rënjen e flokut. Një flok i shëndetshëm ka nevojë që rënja e tij të furnizohet me ushqyes të caktuar jetike, si vitamina A, C, E, B5, B12, si dhe përhekur, niacin, zink, squfur, silic dhe gernanium. Parandalon sëmundjet e kancerit. Studimet kanë vërtetuar se brokoli mund të parandalojë sëmundjen e kancerit. Brokoli kujdeset për shëndetin e zemrës, pasi përmban fibra, acide yndyrore dhe vitamina, të cilat rregullojnë presionin e gjakut në trup dhe ulin kolesterolin e dëmshëm. Brokoli mund të mbrojë enët e gjakut nga dëmtimet dhe rregullon presionin e gjakut, duke parandaluar infarktin dhe atakun e zemrës. Kujdeset për shëndetin e sistemit nervor. Kaliumi është thelbësor për ruajtjen e një sistemi të shëndosh nervor. Ai ka një përmbajtje të lartë të kaliumit, i cili na siguron një shëndet të mirë të sistemit nervor dhe ndihmon gjithashtu në funksionimin e duhur të trurit. Parandalon anemin. Anemia është shkaktuar nga mungesa e hekurit, është një nga shkaqet e zakonshme të humbjes së flokëve. Brokoli përmban hekur dhe acid folik, që ndihmon në parandalimin e anemisë. Kontribon për një shikim normal. Brokoli përmban vitamin A, e cila ndihmon retinën të absorbojë dritën dhe të sigurojë shikimin e duhur.
Brokoli gjithashtu ka veti parandaluese të kancerit. Këto veti pengojnë krijimin e katarakatit, i cili është një problem shëndetësor. Rregullon presionin e gjakut. Brokoli është i pasur me fibra, magnez, kalcium, kalium dhe acide yndyrore, omega 3, të cilët zvoglojnë nivelin e kolesterolit në gjak. Përveç kësaj, brokoli ndihmon për qarkullimin e duhur të gjakut dhe ul presionin e gjakut. Kontribon për kockat të shëndetshme, si dhe është një burim i mirë i kalciumit. Ai siguron kalciumin e nevojshëm njeriut më shumë se sa produktet e tjera. Ai gjithashtu ndihmon në parandalimin e osteoporozës, e cila është shumë e zakonshme tek femrat gjatë shtatzanisë ose pas shtatzanisë për shkak të mungesës së kalciumit. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për Ismail Qemalin, ose ndryshe do të themi arkitektin e pavarësisë shqiptare. Ismail Qemal Vlora, një ndër figurat më të rëndësishme të historisë shqiptare, lindi më 16 janar të vitit 1844 në Kanin, pranë Vlorës. Ai përkiste një familje të shquar shqiptare me tradita të theksuara patriotike dhe lidhje të forta me administratën osmane. Që në rinin e tij, Ismail Qemali u dalluar për intelektin e tij të mpret dhe për kushtimin ndaj çështjes kombëtare. Ismail Qemali u arsimua në shkolla elitare të Perandorisë Osmane, duke fituar një njohuri të thellë në gjuhët e huaja dhe administrimin shtetëror. Ai u ngjit shpejt në karrierën administrative, duke shërbyer në poste të rëndësishme në Perandori, përfshirë detyra në Shkodër, Janin, Stamboll dhe provinca të tjera osmane. Gjatë kësaj kohe, Ismail Qemali u bë një figurë e respektuar për aktivitetet e tij reformiste dhe përpjekjet për të mbrojtur të drejtat e popujve të Ballkanit, shpesh bini në kundërshtim me interesat e administratës qendrore osmane. Si pasojë ai kaloi periudha të vështira përfshirë ndjekje politike dhe internime. Duke qenë një mbështetës i ideve iluministe dhe një njohës i mirë i realitetit politik të Europës, Ismail Qemali kuptoi se Shqipëria kishte nevojë për një drejtim të ri, një rrugë drejt pavarësisë. Ai shfrytëzoi lidhjet dhe përvojën e tij për të promovuar çështjen shqiptare në arenën ndërkombëtare. Ismail Qemali mori pjesë aktive në lëvizjen kombëtare shqiptare. Ai mbështeti alfabetin latin të gjuhës shqipe dhe mbrojti të drejtat e shqiptarëve për autonomi kulturore dhe politike brenda Perandorisë Osmane. Kryevepra e jetës së Ismail Qemalit ishte padyshim shpallja e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor të vitit 1912. Pas zhvillimeve dramatike në Ballkan dhe shpërthimit të luftrave ballkanike, ai mori iniciativën për të mbledhur përfaqësues nga të gjithë trevat shqiptare në qytetin e Vlorës. Në atë ditë historike, Ismail Qemali ngriti flamurin kombëtar në Vlorë, duke shpallur shkëputjen e Shqipërisë nga Perandoria Osmane. Ai u zgjodh kryetari i qeverisë së parë shqiptare dhe punoi pa u lodhur për të siguruar njohjen ndërkombëtare të shtetit shqiptar. Pas një jete të mbushur me përpjekje për atë dheun, Ismail Qemali u nda nga jeta më 24 janar të vitit 1919 në Itali në rrethana ende të paqarta. Megjithatë, figura dhe veprimtaria e tij mbeten të pavdekshme në kujtesën kombëtare. Do të vjojmë me rubrikën Kuriozitete, ku kuriozitetin e sotëm do ta lidhim me Himalajat, ose ndryshe qatit e botës. A e dini se Himalajat, mali më i lartë në botë, nuk janë vetëm një destinacion për alpinistët, por edhe një laborator natyror që ndryshon vazhdimisht. Për shkak të përplasjeve të pllakave tektonike të Indisë dhe Euroazisë, Himalajat po rriten me rreth 5 mm në vit. Kjo përplasje, e cila filloi rreth 50 milion vjet më parë, vazhdon ende sot dhe është arsyeja pse mali Everest, maja më e lartë në botë, është pak më e lartë çdo vit. Një tjetër mister në Himalaje është liçeni Ropkund, i njohur dhe si liçeni i skeleteve. Ky liçen i ndodhur në një lartësi prej mbi 5000 metrash, përmban mbetje të më shumë se 800 njerëzve që datojnë nga shekulli i 9. Shkencëtarët kanë zbuluar se këta njerëz u vranë nga goditje të rënda në Kafk, të cilat mund të jenë shkaktuar nga një stuhi breshëri katastrofike. Himalajet nuk janë thjesht male, ato janë një dëshmi e fuqisë së natyrës dhe një depozite sekreteve që presin të zbulohen.
Tani u ftohet të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 28 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mot kryesisht të vranë dhe reshje të herë pas hershme shiu në shumë zona të vendit. Paraditja do të sjellë vranësira të dendura dhe reshje të dobëta në disa zona të veriut, ndërsa pasditja pritet të theksojë shirat në jug dhe përgjatë vijës bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët ku vranësira do të jenë më të shpërndara. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 28 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 28 nëntor do të jetë në orën 6:37, ndërsa perëndimi në orën 16:20. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 11 gradë Celsius. Kukës, 2 deri në 5 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 12 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastre, 8 deri në 12 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 15 gradë Celsius. Tani u ftohet të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 28 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të ftohta ajrore me mot të vranë dhe reshje të dobëta bore dhe shiu në disa zona. Paraditja do të sjellë borë të lehtë në verilindje, ndërsa pasditja pritet të sjellë reshje të dobëta shiu në pjesët perëndimore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 5 gradë Celsius në zonat e ulta. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 28 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 28 nëntor do të jetë në orën 6:35, ndërsa perëndimi në orën 16:11. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 1 deri në 3 gradë Celsius. Podujevë, 0 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj, 1 deri në 3 gradë Celsius. Pej, 2 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 2 gradë Celsius. Gjakov, 2 deri në 5 gradë Celsius. Malishevë, 1 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 2 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 3 gradë Celsius. Suhare, 2 deri në 5 gradë Celsius. Prizren, 1 deri në 4 gradë Celsius.